Atëherë zoti Popa, si e keni parë historinë e Elbasanit të sezon që sapo na pas? Përshëndetje, ju flas nga Elbasani. Tani Elbasani ka qenë një ecori të mirë, nuk themi shumë të mirë, por pothuajse 80% të ndërtimit dhe të ndeshjeve i ka bërë në mënyrë shkëlqyer. Ka pas mungesa, ndoshta edhe në dëmtime, ka qenë një bosh edhe një, kështu që tani duhet që sezonin e ardhshëm të japi një kontribut më të madh, si në mes fushor, si në mes fush, ashtu edhe në sulm, dhe mbrojtja duhet përforcuhet çik më tepër. I uroj që duhet ketë grinta më tepër, një shpirt gare dhe një harmoni mes njëri tjetrit që të krijojnë një filharmonik edhe një grup të denj që vitin e ardhshëm të jenë më të kompletuar dhe më dhe dignitet. Vetëm këtë do të shtoja, edhe e kam si ashtu, vetëm të ketë një grind shumë, edhe një mirë përplasje, edhe një përgatitje fizike shumë më të mirë se sa këtë vit që shkoi. Po në Kupat e Europës, shpresoni që të bëhet ecori pozitive? Tani nuk them që për Kupat e Europës, për vetë arsyen se niveli nuk është në gjendje 100%. Ne duhen ca përforcime që mund të bëj, ndërhyrje në merkato dhe ndoshta në këtë vit që vjen shpresoj që disa ndërhyrje mund të bëj, sidomos mes fusha dhe sulmi ka nevojë çik më tepër se sa mbrojtja. Ndërsa në anën e mbrojtjes jam i kënaqur, nuk është se, por duhet çik më forcë edhe më grinta, ashtu si thash, që të jetë me kundërshtarin, me çdo lloj ekipi. Edhe nuk duhet nervezu që një ekip është më i dobët, po të gjithë duan marrë njësoj, që të gjithë të kenë një nivel. Ka dhe nuhatje, por tani themi që duhet të kesh edhe çik përgatitje fizike për të ardhmen. Edhe unë jam optimist, si edhe për trajnerin, që është një person më vërtet special, edhe është një njeri, me sa kam pa unë, njeri shumë i qetë, edhe njeri që i ka zgjidhur gjithë problemet, si në pjesën e parë, ose si kur ka qenë në avantazh, ose si ka qenë në avantazh, që i ka zgjidhur me ndërhyrjet e rezerva, i ka zgjidhur pothuajse 80% të skuadrës. I uroj suksese në të ardhmen dhe inshallah edhe me një kupë.